Nga proceset e rëndësishme të kësaj pune është edhe thyerja e gurëve. Në fakt, duke qenë që janë gurë pa formë, të mbledhur në brigjet e detit, kanë pak vështirësi në thyerje, më shumë se sa ato plagdat që janë gati, dhe mund t'i thyesh vetëm për gjysmë ose në 4 pjesë. Janë pa formë, janë në bullak, edhe shpesh ka dhe plagosje. Mund të vë doreza, ka doreza që janë për këtë punë, po më tepër më pengojnë se sa më ndihmojnë në thyrjen e gurëve. Se ka raste që unë kap dorezat me çekiç